Teatri i ri kombëtar do të kthehet jo vetëm në një hapësirë moderne për artin skenik, por edhe një simbol të identitetit kulturor të kryeqytetit dhe të gjithë vendit. Punimet në këtë kantier kanë anëvaccuar, ndërkohë që Godina e Re do të jetë jo vetëm një hapësirë për artistët, por edhe një pikë e rëndësishme e jetës urbane dhe sociale të Tiranës. Kryeministri ka ndarë pamje nga kantieri i Teatrit të Ri Kombëtar, vepër e një prej arkitekëve më të shuar bashkëkohor, Bjarke Ingels dhe Studios Danezebi. Kryeministri theksoi se pas përfundimit të fazës komplekse të punimeve nëntoksore, projekti ka hyrë në etapën e realizimit ndërtimor, duke marrë formë një hapësirë ikonike për artin dhe kulturën. Projekti parashikon salla bashkëkohore për shfaqje teatrore, ambiente multifunksionale për aktivitete kulturore, si dhe infrastrukturë teknologjike të standardeve europiane. Teatri i ri do të ketë disa ambiente të posaçme për shfaqjet dhe aktorët. Më konkretisht, do të ketë një hapësirë prej 570 metra shkatror auditor dhe mbi 600 vende në balkon. Gjithashtu, do të ketë një skenë teatri prej 630 metra shkatror dhe 2 salla black box prej 200 metra shkatror secila. Për artistët, do të ketë një hapësirë prej 200 metra shkatror që do të përdoret si sallë ndërrimi, një sallë por provash prej 200 metra shkatror, tualete dhe dushe, si dhe një dhomë të gjelbër. Në shërbim të shfaqjeve të ndryshme artistike, do të ketë një dhomë instrumentash muzikor, një depo materialesh skenike, një depo dekori, sallë teknikësh. Gjithashtu, do të ketë sallë kursësh dhe të gjitha letërsirat për publikun.